Të dashur qytetar, sot po ju ftoj ta shohim së bashku se si zhvishet makineria e shpifjes dhe e vrasjes së karakterit në Kosovë. Le të dëgjojmë fillimisht se çfarë u tha në një studio televizive pa pasur guximin që të përmendet emri im, edhe pse në fakt po flitej për mua. Unë nuk kisha besu kur Leo që vim në ditën kur Ramush Haradinaj t'i thua tradhtor. Unë nuk pajtohem politikisht me zotin Haradinaj në shumë çështje. Po t'i thua tradhtor. Zonja Qitaku, ju po gënjeni. Dhe po gënjeni paturpsisht. Mbi gjysmë milioni njerëz që e kanë parë atë video adresim e kanë dëgjuar mirë se cila është e vërteta. Unë nuk e quajta tradhtor zotin Haradinaj. Unë thjesht dola për t'ju kujtuar Ramush dhe Daut Haradinajve dhe klanit të tyre të dhunshëm se nuk më friksojnë dot. U kujtova se nëse tentojnë të me likuidojnë fizikisht, ashtu siç strukturat e vrasjes së Shikut të partisë suaj kanë ekzekutuar gazetar e patriot pas lufte, përfshirë dhe komandantet e ushtrisë lindore të Kosovës, ata nuk do të shpëtojnë pa hakmarrje. Ky vend nuk ka më gjak për t'ju falur juve dhe askujt. Prandaj, mendova se ishte udhës që t'ju kujtoja. Po, zonja Qitaku, unë i shtrova atij pyetje publike. E pyeta për lidhjet e tij me Richard Grenellin, këtë mercenar të botës ruse në Ballkanin Perëndimor, përkatësisht në Republikën e Kosovës. E pyeta se pse ja hapi derën e zyrës më të lartë të shtetit kriminalit Milan Radojčić dhe pse menjëherë pas atij takimi e mbylli institutin për dokumentimin e gjenocidit serb në Kosovë. Dhe krejt në fund e pyeta si ka mundësi që ta sjellin në Kosovë një mercenar tjetër amerikan të kontraktuar po nga Richard Grenell, duke gënjur rreshëm se është zyrtar i CIA-s. Dhe po ashtu e pyeta që si ka mundësi që kanë arritur të deportojnë brenda mburojës së Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Si ka mundësi që ky nuk është skandal? Si ka mundësi që nuk ka reagime për një veprim të tillë? Si ka mundësi, zonja Qitaku, që e kemi një mercenar të kontraktuar nga Grenelli dhe nga rrjetet e klanit të Ramush Haradinajt, ka ardhur në Kosovë, rreshëm është paraqitur si CIA, është futur në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës dhe ju vazhdoni të heshni. Këto nuk janë etiketime, zonja Qitaku. Këto janë fakte që ju përvëlojnë. Dhe tani, le t'i kthejmë rrëfimit të preferuar të zonjës Qitaku, ku ajo flet për patriotizmin e rrem. Kjo gjendje nuk vjen brenda natës, është ushqym me vite, që këta janë kriminal, që këta janë tradhtor, që këta punojnë me Radojčićin, që këta janë njerëz të Vučićit, që këta po dojnë me shit Kosovën. Hej, kush po don me shit Kosovën? Kush? Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Ramushi. Po, zonja Qitaku, jemi të ushqyer sepse këto që po themi janë fakte publike. Ju e keni plaçkitur Kosovën dhe e keni zhvatur atë për 20 vjet rresht, pa ndalur. Partia juaj madje dhe strukturat tuaja kriminale të Shikut kanë bërë vrasjen e karakterit dhe më pas likuidimin fizik të çdo njeriu që ju ka dalë para qëllimeve tuaja të pista dhe të ndyta kundër interesave tona kombëtare. Apo ndoshta keni harruar politikanët, gazetarët, ish komandantët luftës çlirimtare, të cilët ishin vrarë gjatë mandateve tuaja qeverisëse. Po tentoni ta mohoni që keni qenë pikërisht ju gjatë mandatit tuaj si ambasadore që u përpoqet ta bindni botën perëndimore për të pranuar ndarjen e Kosovës dhe faljen e veriut ton Serbisë? Le t'ja kujtojmë deklaratën e saj popullit tonë. Po, në një diskutim jo zyrtar, ndërkohë që unë isha duke folur me zotin Matthew Palmer, u shpreha shqetësimin tim, të cilin akoma e kam, lidhur me konceptin e shkëmbimit të territoreve, dhe tani pikërisht shohim një foto të asaj nate për të cilën po flas, dhe po thosha se sa katastrofike do të ishte për të gjithë rajonin. Dhe Kjo është një çështje që shkon përtej kufive të Kosovës dhe të Serbisë, por që do të prekte të cënonte që të gjithë Ballkanin, sepse nga diskutimi, nga biseda që po zhvillohej, kuptoja se ai e favorizonte këtë ide. Ne morëm zonja Qitaku që në atë kohë ishte
ambasadoria e Kosovës në Washington dhe ishte ftuar në konferencë, mori pjesë në këtë diskutim mes nesh. Dhe që të dyja bashkë me zonjën u programuan një takim në Këshillin e Sigurimit atë të nesërmen, ku do të bëhej një relacion i shkurtër, një përmbledhje e shkurtër e situatës të Ballkanit, duke fokusuar konkretisht në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe me ne erdhi dhe zoti Shpend Ahmeti. Prandaj më lejoni të sqaroj se në bisedën që u zhvillova atë mbrëmje me zotin Palmer kur na erdhi zonja Çitaku, zoti Ahmeti nuk ishte i pranishëm. Pra, me sa e kuptova unë nga ajo bisedë, sepse filloi të bëhej e parehatshme kur fillova të shprehja idenë time zotit Palmer dhe çfarë mendoja unë për shkëmbimin e territoreve. Zonja Çitaku u bashkua me ne dhe ajo dhe pura reagimi i saj ishte që unë nuk duhet të flisja për këtë temë në qoftë se Kosova dhe Serbia arrinin një marrëveshje. Atëherë unë nuk duhet të përfshihesha në këtë bisedë dhe nuk duhet të shprehja bindjen time lidhur me çështjen. Dhe unë u ktheva përgjigjen se, sikurse thash edhe në postimin tim, thash se nuk mund të ketë zgjidhje të cilat të prekin negativisht Bosnjë-Hercegovinën dhe gjithashtu mendoj personalisht se është një zgjidhje shkatërruese për Kosovën. Arsyeja sepse Zonja Çitaku dhe zoti Kërçuki jo mund të mblidheni të gjithë bashkë. Politikan, plaçkitës, struktura të shikut, analistë të shitën dhe ambasadore të tregtisë me territore. Asnjë lavdi e rreme së kaluarës nuk mund t'ju shërbejë si biletë lirë për krimet e së tashmes. Faktet janë këtu, të dokumentuara dhe nga pesha atyre nuk keni asnjë vrim ku të fshiheni.